Punojësit e emergjencave në Ukrainë janë përballur me flak dhe shkatërrime në qytetin verilindor Sumi, pas një dron rus goditi një kopsht fëmijësh gjatë orëve të parë të mëngjesit. Sipas autoriteteve lokale, në momentin e sulmit nuk kishte fëmijë brenda ndërtesës, por të paktën 2 persona humbën jetën, mes tyre një roje sigurie. Sulmi ishte një nga disa goditje të raportuara në Ukrainë gjatë së mërkurës, ndërsa Kievi akuzon Moskën se po shkel propozimin Ukrainas për anëpushim. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte propozuar ndalimin e luftimeve duke nisur nga 6 maj, si përgjigje ndaj nismës së presidentit rus Vladimir Putin për një anëpushim 2 ditor më 8 dhe 9 maj, në kuadër të përkutimit të fitores sovjetike në luftën e dytë botërore. Megjithatë, Rusia nuk e ka pranuar propozimin e Ukrainas dhe luftimet kanë vazhduar në disa rajone të vendit. Ndërkohë, Moska ka shtuar masat e sigurisë për paradën ushtarake të 9 majit, duke paralajmëruar për kërcënime të mundshme nga sulmet ukrainase. Autoritetet ruse kanë bërë të ditur se mbrojtja ajrore rreth kryeqytetit është përforcuar ndjeshëm. Nga ana tjetër, Zelensky deklaroi se përqendrimi i sistemeve ruse të mbrojtjes ajrore pranë Moskës krijon mundësi shtesë për sulme ukrainase me rrezet të gjatë në zona të tjera. Pak ditë më parë, Ministria Ruse e Mbrojtjes paralajmëroi se çdo sulm ukrainas gjatë ceremonive të 9 majit do të përballej me një përgjigje masive raketore ndaj Kievit. Përpjekjet për paqe të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara mbeten të bllokuara, ndërsa Rusia vazhdon ofensivën për të marrë kontrollin e plot të rajonit lindor të Donetskut.